në Prishtinë me kërkesën që në komunën e Prishtinës të caktoj vendin për ndërtimin e një xhamie të madhe. Protestuesit kanë bllokuar rrugën, ndërsa policia e Kosovës ka intervenuar gjatë kohës së namazit që rrugët e lirohet. Për mungesë të xhamive në Prishtinë, qindra besimtar islam kanë protestuar sërish me faljen e namazit në rrugë. Edhe pse për këtë protest lëvizja bashkohu nuk e kishte marrë leje nga policia e Kosovës, protestuesit e kanë bllokuar rrugën, ndërsa pjesëtar nga policia e Kosovës kanë ndërhyrë për ta liruar rrugën në kohën e faljes së namazit. Edhe ju kena lutën që të na lejojnë mënyrë të qetë protestojnë. Ju kena lutë që të marrin vendime që e kanë shumë lehtë me marrë për me na caktu një hapësirë për me ndërtu xhamie. Ata këto nuk me bojnë. Nuk e bojnë se janë vazal, janë shërptor për interesat tyre personale. Po ju në rrugë, zotni, ju në rrugë. Na e kena lajmëru në rrugë, na mos ka thonë kërkosh, a ma ka pru në kështësi. Liria e lëvizjes njerëzve nuk guxon mu se nuk. Liria e protestës. Une nuk e kom nërmen me bo politikë. Jo, aso se kom nërmen me. Une për mu është me rëndësi që kjo rrugë me kune hopën. Mu kom vjen shumë keq për njerëzve që ata një vazhbor me bien viktimë. Policia ka përdorur sprejnë, por nikosisht gjatë intervenimit ka hasë në një rezistencë aktive nga protestuesit, të cilët po ashtu kanë përdorur sprej kundrejt policisë. Zyrtar nga komuna e Prishtinës thonë se janë zotuar te Bashkia Islame se do ta ndërtojë një xhami të madhe në Prishtinë, mirë po ende nuk është caktuar një vend i përshtatshëm. Në momentin që do ta identifikojmë lokacionin, atëherë do të fillojnë procedurat për dhënien e ndonjë hapësire të përshtatshme për ndërtimin e xhamisë. Këto janë çështje që marrin kohë. Komuna nuk është kundër ndërtimit të një xhamie të madhe në lagj qendror, mirë po komunës i duhet kohë derisa të përcaktohet për një lokacion të përshtatshëm. Derisa komuna të caktoj vendin për ndërtimin e xhamisë, drejtuesit e lëvizjes bashkohu kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë prapë me aktivitete të tjera protestuese.